Përshëndetje. Mendimet tona janë si moti. Ndonjëherë të bukura dhe të ngrohta, ndonjëherë me re të zeza dhe duket se po na përpinë. Por shpesh i trajtojmë si të vërteta absolute, si fakte që përcaktojnë se kush jemi dhe çfarë do të ndodhë. Dhe kjo na bën të përjetojmë atë që psikologët e quajnë ruminim, term që vjen nga anglishtja rumination dhe përshkruan atë fenomen ku ne përtypim vazhdimisht të njëjtat mendimet në kokën tonë si një regjistrim i pakëndshëm që nuk pushon. Jo çuditërisht, ruminimi lidhet me rritjen e riskut për depresion dhe ankth. Dhe po të mendosh, nuk është çudi, me 60.000 mendime në ditë, ku 80% janë negative dhe 95% përsëritse, si mund të mos ndihemi her pas here sikur jemi viktima e një telenovele të pafund mendimesh dramatike. Kur mendimet bëhen pengesë, problemi nuk janë mendimet vetë, por mënyra se si lidhemi me to. Zëri i brendshëm kritik mund të veprojë si një armik i padukshëm që nuk e di se çfarë është pushimi i kafeve, të themi. Universiteti i Michiganit ka treguar se përsëritja e mendimeve negative rrit nivelin e kortizolit, hormonin e stresit, dhe aktivizon rrjetet e stresit në tru. Me pak fjalë, trupi ynë e përjeton mendimin negativ si kërcënim real. Për shembull, një mendim: unë nuk do të jem kur i mjaftueshëm, duket i pafajshëm, por nëse e përtypim 10 herë, truri ynë nis të reagojë me tension, rritje të rrajeve të zemrës dhe ndjenja frike. Ky është ruminimi në veprim, një makinë që xhiron me shpejtësi të lartë, por ne nuk kemi përpjekur të ulim pedalin e gazit. Vëmendja si aleate. Vëmendja jon mund të bëhet një armë e fuqishme kundër mendimeve të pakëndshme. Ajo na lejon të jemi dëshmitar të mendimeve, jo robër të tyre. Mendimet janë thjesht ngjarje të mendjes, jo fakte absolute. Tara Brach, mësuese meditimi, sugjeron një ushtrim të thjeshtë. Kur shfaqet një mendim i fortë, ndaloni dhe pyesni veten: a është ky mendim i vërtet? A është 100% e sigurt? Çfarë tjetër mund të jetë e vërtet në këtë moment? Ky dialog i brendshëm nuk është një garë debatimesh filozofike, por një mënyrë për të krijuar distancë nga mendimi, për ta parë atë si një re që lëviz në qiellin tonë të brendshëm. Terapia kognitive e sjelljes, ose siç e kemi thënë ndryshe, CBT. CBT-ja është një nga mënyrat më të hulumtuara për të trajtuar mendimet jo funksionale. Një nga teknikat më efektive quhet ristrukturimi kognitiv. Identifikoni mendimin. Nuk do të arri këtë. Vlerësojeni atë. Cilat prova flasin për të ose kundër saj. Krijoni një version më realist. Është e vështirë, por kam kaluar situata më të ngjashme me të më parë dhe mund ta përballoj edhe këtë. Shembull të thjesht: nëse mendon nuk do gjej kur punë të mirë, provoni të bëni një listë të punëve që keni bërë më parë me sukses. Çuditërisht, shpesh del që mendimi ynë katastrofik nuk ka bazë reale, por thjesht është një film i keq imagjinar që mendja ka prodhuar. Si ndikon ruminimi në trup? Kur mendimet negative përtypen vazhdimisht, trupi ynë nuk është indiferent. Kortizoli rritet, tensioni i muskujve ngrihet, sistemi imunitetit dobësohet dhe qarkullimi i gjakut mund të jetë i ngadalt. Pra, nuk është çudi që pas një dite ruminimi ndihesh i lodhur, madje dhe nëse nuk e bër asnjë veprim fizik. Unë do t'u jap 4 praktika të thjeshta për përditshmërinë. Për të kultivuar një marrëdhënie më të shëndetshme me mendimet, provoni këto hapa. Vëzhgim pa gjykim. Shihni mendimet si ngjarje të mendjes, jo si fakte absolute. Mendoni për to si të jetë një gjë e vockël që ndodh vetëm në kokën tuaj. Frymarrja
si spirancë, të themi. Kur mendimet ju mbytin, ktheuni tek ndjenja e thithjes dhe nxjerrjes së ajrit, tek frymarrja diafragmatike që kam thënë kushte disa herë. Ajri nuk do t'ju gjykoj kur, prandaj bëheni. Etiketoni mendimet, për shembull, ky është mendim frike. Ky është mendim kritik. Kjo krijon distancë dhe redukton identifikimin dhe mendimet. Gjithçka kalon. Mendimet janë siret, nuk qëndrojnë përgjithmonë. Mendimet janë siret, nuk qëndrojnë. Nuk qëndrojnë përgjithmonë, ato lëvizin. Një ditë mund të mendojmë nuk do të dal kurrë. E nesërmja mund na sjell një ide krejt ndryshe. Okej, do provoj diçka tjetër përsëri. Nëse këto hapa praktikohen rregullisht, ato zvoglojnë ankthin, forcojnë qëndrueshmërinë mendore dhe hapin rrugë për një mendje më të lirë. Por sigurisht edhe pak humor e ndihmon gjithmonë këtë gjendje. Ja t'u jap disa ushtrime praktike. Për shembull, çdo mëngjes shkruani 3 mendime që ju shqetësojnë dhe pyesni: a është ky mendim i vërtet? Çfarë tjetër mund të jetë e mundur? Si mund ta përballoj këtë pa u bërë robot i ankthit tim? Kjo praktikë e vogël redukton stresin, rrit vetëdijen dhe ju mëson të mos jeni robër të ruminimit, një mendje më e butë dhe pak ironike. Kur kombinojmë vetëdijen me CBT-n dhe me pak humor të shëndetshëm, krijojmë një marrëdhënie të re dhe botën tonë të brendshme. Mendimet nuk shtuken, por mbasin fuqinë për të na kontrolluar. Mësojmë t'i njohim, t'i sfidojmë dhe t'i lëmë t'i kalojmë. Do me thënë, edhe t'i ignorojmë. Pajtimi me mendimet nuk do të thotë të ndalosh së menduari, por të ndalosh së identifikuari me çdo histori dramatike që mendja juaj krijon. Është të gjesh paqen në momentin ku mendimet janë thjesht re që kalojnë mbi qiellin e brendshëm. Dhe ky qiell është i mrekullueshëm, i madh, por papritur, shumë mendime që dolën aty na stresuan fare pak, dhe rret do lëvizin, do ikin. Prandaj, ajo që duhet është të shikoni këto mendimet dhe të praktikoni këto teknika që ju thash. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjet. Nëse dëshironi, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Edhe në videon tjetër. Miru takofshi.